Përshëndetje të nderuar miqtë e mi, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin këtu në kanalin Monitor TV, për të sjellur pranë jush analizat tona dhe për të komentuar ngjarjet më të fundit në fakt që po ndodhin në Big Brother VIP Kosova. Nata e mbrëmshme ka qenë një natë e mbushur me shumë dinamika, le të themi mbi 1 orë e gjysmë ju kushtua vetëm marrëdhënies së Albës edhe Limit. Është Limi ai që në fakt është duke mos e pranuar asnjë lloj lëvizje që Alba dhe ai kanë patur në marrëdhënie, do me thënë dashurinë, respektin, momentet që kanë kaluar, përkundrazi e quajti Albën edhe krash. Alba i tha që unë kam ardhur, kam jetuar në apartamentin të, ndërsa Limi tha unë atë apartamentin e kam për të bërë party, për të kaluar bukur me shoqërinë time. Do me thënë nuk është se kam një apartament kushtuar marrëdhënies apo martesës me ty. Më pas do me thënë Alba u prek shumë dhe gjatë gjithë kohës do me thënë janë marrur me këtë pikën ku Alba pretendonte që do të lërë shtëpinë. Pasi që përfundoi Prajmi, Limi dhe Alba patën një bisedë përsëri të gjatë të dy së bashku, duke komentuar dhe duke biseduar për marrëdhënien e tyre, duke biseduar për dashurinë e tyre, atë në fakt që ato të dy e kanë ndërtuar. Limi në asnjë mënyrë nuk e pranon që ka ndërtuar ai një dashuri me Albën, por i tha që duhet tha të më kuptosh, unë as nuk të tradhtoj, as nuk bëj asnjë gjë, thjesht jam duke bërë një lojë. Tani këtu është ngritur një pikpyetje shumë e madhe tek publiku, normalisht me veprimet dhe mënyrën se si Alba dhe Limi flasin. A është Alba ajo e cila vërtet ndjehet e tradhtuar, nga ana e Limit ndjehet e mërzitur, nga ana e Limit ndjehet e shkelur me këmbë në fakt një dashuri nga ana e Limit, apo është Limi ai dhe Alba të cilët kanë një pakt nga jashtë, ashtu siç në fakt e thonë në rrjetet sociale, dhe tani po e luajnë brenda. Unë mendoj që nuk është e tillë, Albën e shoh shumë të mërzitur, por mënyrën që Alba është shumë e sinqert me veten e saj, është shumë e drejtpërdrejtë, është shumë e vërtet, e bën faktin që të duket sikur Alba është e thyer, sikur Alba është e thyer në kuptimin e gënjeshtrës. Unë mendoj që Limi hyri me qëllimin e tij, do me thënë Limi u thrit nga produksioni, sepse produksioni e pan shumë bukur jashtë që Limi është shumë i kërkuar, do me thënë e kërkonin për të ndërtuar marrëdhënien me Albën, jo për të kaluar tek Dolçe. Dolçes nuk i plas fare, do me thënë Dolçja ndjet krenare në këtë rrugtimin që po e bën, po plotson një ëndër që e ka patur që më herët, do me thënë për të kaluar çaste me Limin, dhe kjo gjëja ka ngritur një lloj dinamike brenda kësaj shtëpie, do me thënë ka banorë të cilët e besojnë dhe ka banorë që nuk e besojnë. Alba ditën e sotme duke ishte shumë e stresuar, duke ishte shumë e mërzitur dhe po fliste me veten e saj, dhe unë mendoj që në qoftë se Limi do të vazhdon, sepse Alba mbrëm u mundua që në një farë forme ta kthej Limin dhe ta bindën që të ndalojnë, do me thënë së bëri gjëra që bën me Dolçen, por unë mendoj që Limi do ta vazhdon këtë gjën dhe Alba dyshoj se do të ketë mundësinë që të largohet nga kjo shtëpi. Si e shikoni ju?